Hyrje për deklaratat që u përmendët, unë ato i lexoj, besoj unë në mënyrën e duhur, sepse ndryshe nga ju dhe nga ata që i lexojnë ndryshe dhe i komentojnë krejt ndryshe, unë jam në gjendje të përputh deklaratat me komunikimet e drejt për drejta që kam me subjektet që i kanë nxjerrë ato deklarata. Dhe ju thash që kemi pasur patjetër debat lidhur me çështjen dhe debati ka qenë shumë konstruktiv. Deklaratat nuk flasin absolutisht atë që thuhet në komentet që u bëhen atyre, sepse po t'ishte për të shkuar në atë drejtim, nuk do kishin asnjë merak që të shkonin në atë drejtim. Por deklaratat flasin për domosdoshmërinë që të vazhdohet hetimi, të vazhdohet lufta kundër korrupsionit, etj. Kështu që unë kështu i kuptoj deklaratat dhe shoh asnjë problem dhe siç e thash dhe dje, jam 100% i linjëzuar me çfarë shkruhet në deklarat për parimet. Për rastin konkret, e kam thënë dhe përsëris, nuk ka asnjë kusht për të ngritur dorën dhe për të arrestuar një person që nuk akuzohet për korrupsion, në radhë parë. Mund të akuzojë edhe për korrupsion dikush dhe pa prova, se nuk është parlamenti, e kam shpjeguar, nuk është parlamenti noteri i prokurorisë. Parlamenti ka të drejtën të shikojë nëse përmbushen apo jo kushtet, pa hyrë në meritën e çështjes. Unë nuk kam hyrë në meritën e çështjes dhe nuk hyr në meritën e çështjes. Por nuk ka akuzë për korrupsion. E para, dhe e dyta, nuk ka absolutisht nuk përmbushet asnjëra nga kushtet që të merret ajo mas. Kështu që pajtimet mund të vazhdojnë edhe kaq, nuk kemi asnjë shqetësim për të. Për sa i përket pastaj çështjes prezencës, votimit etj, nuk merrem unë me këtë punë, është kryetari i grupit që ka detyrë të dëgjojë dhe të kuptojë arsyet e mungesave. Muhamet Beliu, zoti kryeminist pak më herët u shpreh se nuk ka asnjë pengim të rrugës së Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Nga buron kjo konfidencë e juaja pasi nga kjo sallë në të shkuarën ju kur Shqipëria bënte përpjekje në rrugtimin evropian keni folur për vëndje skeptike të cilat nxirrnin yçkla rrugës për na penguar. Pse kësaj here ai votimi i djeshëm në parlament nuk do të përdoret nga ndonjë vend i caktuar në Bashkimin Evropian për të bërë pengesë në mbylljen e kapitujve që ne kemi hapur me Bashkimin Evropian? Faleminderit. Sepse unë flas mbi bazën e fakteve që kam sot dhe flas mbi bazën e komunikimeve që ne kemi sot. Nuk flas se ç'do të ndodhi në të ardhmen. Unë flas sot. Dhe sot kemi këtë situatë. Kemi një diskutim që ka ndodhur, që nuk e mohoj, por që ka qenë plotësisht konstruktiv, dhe kemi një rrugë në cilën nuk shohim që të ketë dalë dikush e të ketë thënë për këtë arsye këtu ne nuk ecim dot më përpara, sepse në ndërkohë çdo gjë që ka të bëjë me këtë proces është punë e përditshme. Domthonë në Bruksel, në Tiranë, mes Brukselit dhe Tiranë punohet për ditë për këtë proces. Deri tani nuk kemi asnjë arsye ta mendojmë këtë. Ky është fakti. Dhe thash, nëse do të ishte përmbajtja e atyre deklaratave e ngjashme me jehonën e deformuar që ju dha, do t'ju thosha që kemi një problem. Por nëse qëllimi i atyre deklaratave do t'ishte ajo që tha jehona, deklaratat do t'a thoshin vetë. Nuk do prisnin që t'ja u përkthenin në qimbellinë e medias shqiptare.
Greta Bullari, televizioni ABC News. Zoti Kryeministër, të mërkurën ju pritet në godinën qeveritare dhe ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Athinë. Cila ishte arsyeja e vizitës së saj dhe nëse mund të ndani diçka nga biseda me të apo diskutime që zhvilluat? Faleminderit. Ambasadori ka ardhur për të bërë një takim, njohje, për diskutuar për disa çështje që janë çështje të interesit të lartë amerikan në këtë rajon, që kanë të bëjnë me energjinë, që kanë të bëjnë me bashkëpunimin rajonal, që kanë të bëjnë me qasjen ndaj forcave të treta, aktorëve të tretë, dhe nga ana tjetër keni parasysh që ambasadorja e Shtetit Bashkuara në Athinë është një përfaqësuese botërisht e njohur në politikën amerikane, drejt për drejt e rrethit të ngushtë vendimarrës të presidentit të Shtetit Bashkuara. Zoti Rama, ju thoni që nuk ka ndryshim vullneti dhe nga ana e Bashkimit Evropian nuk keni pasur deri tani asnjë sinjal që mund të kenë ata një qasje ndryshe. Por ndërkohë, edhe pse vetëm 2 muaj në fakt kanë kaluar nga ky vit që ka 12 muaj, nuk ka ende sinjale që mund të ketë një konferencë për mbylljen e ndonjërit prej grup kapitujve të hapur dhe kryenegociatorja ka deklaruar në një konferencë për shtyp që 2026 do të jetë debiti ku do të mbyllen minimalisht gjysma e kapitujve të hapur. Dhe pyetja tjetër që lidhet po me këtë qasje. Ju keni publikuar një editorial së bashku me Aleksandr Vučić në 28 shkurt në një media gjermane, ku i kërkoni Bashkimit Evropian, ndërkohë që presim që ta antarësohemi me drejtat plota, ndërkohë t'ju ofrojnë vendeve kandidate një mundësi për që pjesë e zonës Schengen dhe pjesë e tregut përbashkët Evropian. Kjo nga Partia Demokratike, nga opozita, po shikohet si një ndryshim i kursit të qeverisë shqiptare. Ata kanë kërkuar, një grup deputetësh kanë kërkuar edhe një dëgjes me ju në parlament. A keni ju një koment? A është kjo një ndryshim i qasjes tuaj për Bashkimin Evropian? Faleminderit. Spari nuk ka pasur, se mbyllja e kapitujve është një plan i kalendarizuar. Dhe në këtë plan kalendarizuar nuk ka pasur në plan të mbylljen e kapitull as në janar, as në shkurt, as në mars, që t'jemi të qartë. Mbyllja e kapitullit nuk është një proces kaq i thjeshtë dhe ndërkohë ajo që ju keni dëgjuar nga ministria dhe kryenegociatorja është ashtu. Pra, në 2026 parashikohet një numër kapitull që duhet mbyllen, por jo në janar, shkurt dhe mars e para. E dyta, në këtë proces ne punojmë çdo ditë dhe çdo ditë shkëmbejmë me Brukselin. Kështu që natyrisht që e përsëris për 3-ën, 4-ën, 5-ën herë, çështja për cilën folëm më parë është një çështje që ka pasur vëmendje dhe për cilën ka pasur debat me disa. Por nga kjo të thuash që u bllokua rruga e Shqipërisë është një çmenduri. Është diçka komplet e pavërtetë. Për sa i përket pyetjes tjetër që u bët, është për të ardhur keq, po mua s'm vjen keq me thënë drejtën për shoqatën e molotovarëve, që ju e quani Partia Demokratike, sepse ata janë botë tjetër komplet. Nuk kanë lidhje fare me botën e sotme të marrëdhënieve ndërkombëtare, të punës për të antarësuar në Bashkimin Evropian, të debateve të brendshme, të jashtme etj. Por një gjë është e sigurt që unë kam qenë zëri i parë, jo sot, po ka disa vite, që është ngritur për një qasje ndryshe ndaj antarësimit. Unë nuk kam thënë ndonjëherë dhe as editoriali
i mallkuar nga nuk po vë emër atyre që në Kosovë apo në Shqipëri e kanë mallkuar, nuk thot askund dhe nuk prezumon askund dorëheqje nga antarësimi në Bashkimin Evropian, përkundrazi. Por natyrisht që kjo është një temë që kërkon pak thellim për të kuptuar se për çfarë flasim. Dhe në mënyrë të përsëritur, unë kam thënë që Bashkimi Evropian, vendet antarë të Bashkimit Evropian dhe sidomos disa nga ato nuk e kanë kapacitetin, thjesht nuk e kanë kapacitetin që të përballojnë momentin e fundit. Për të dalë përpara popujve të tyre dhe për të thënë do marrim dhe një tjetër në familjen tonë, nëse nuk kanë mundësi që këtë gjë të argumentojnë në një mënyrë të pranueshme për disa opinione publike që janë acide ndaj zgjerimit. Dhe ajo që mund të ndodhi është që të gjitha gjërat bëhen gati dhe në momentin e fundit, papritur pa kujtuar, një vend, dy vende, tre vende, dihet se kush janë, kanë qenë gjithmonë me këtë vështirësi, mos e gjejnë këtë kapacitet. Që do thotë që procesi mund të mbetet peng i këtij fakti. Plus, dinamika e Bashkimit Evropian është një dinamik shumë e paparashikueshme për shkak të dinamikave të brendshme politike. 2027 ka zgjedhjen në Francë. Franca është vend kyç. Dhe Franca e ratifikon antarësimin e një vendi të ri antar të Bashkimit Evropian, jo si të tjerët, por me 2/3 e parlamentit, ose me referendum popullor. Siç e shihni, nëse e ndiqni politikën franceze, për herë të parë Franca ndodhet në kushtet që nuk bën dot qeveri të shumicës, si ka ndodhur kurrë më parë. Pse? Se ka shumë fragmentuar parlament. Plus që nuk dihet se çfarë qasje do të ketë presidenti apo presidentja në Francë kur zgjidhet. Dhe mjafton kjo për të mos pritur që gjërat të bëhen fakt dhe pastaj të mbetesh, por për të punuar në këtë drejtim. Tani, kur unë flisja në fillim për këtë, askush nuk e përkrahte këtë gjë. Sot që flasim, janë jo pak që e shikojnë me interes këtë qasje. Për sa i përket pastaj dëgjesës së morotovarëve, me që ata kanë filluar të flasin në emër të Berlinit, le të shkojnë të flasin në Berlin për këtë. Dhe le të shkojnë atje dhe të pyesin njërë në Berlin, ore, ja vlen të luftojmë ne për këtë punë, apo ta mbyllim gojën se jemi komplet jashtë loje. Edhe le të dëgjojmë që të i thonë Berlin. Po s'doja thonë këtë. S'doja thonë juve, domethënë, po unë e di se çfarë do i thonë. Zotë Kryeministër, Blerina Gjoka Birn, për Porto Romanon, a mund të emërtoni shtetet dhe faktorët të cilët kanë bërë presion, që ju pretendoni se kanë bërë presion mbi procesin? Dhe a ishin ata shkaku që ky proces dështoi? Sepse unë e thash 2 herë. Tani çfarë bëj? Unë bëj polemik dhe me ju tani. Jo, nuk po bëj, se mund ta bëj polemikën, se mund t'ju them që po ju kur flas unë dëgjoni apo prisni radhën që të bëni pyetjen tuaj. Se unë e thash 2 herë që tërheqja e kompanisë është argumentuar me krizën dhe ne nuk kemi asnjë të dhënë që të na jap idenë se këtu mund të ketë pasur ndonjë presion. Unë e thash 2 herë. Por ama është e sigurt që faktor të ndryshëm, për arsye interesash të natyrave të ndryshme, dhe i përmenda cilët mund t'jenë
Ta interesa, nuk ke mirë presin ndërtimin e një porti të ri. Kjo është luftë ekonomike, luftë tregtare, po është edhe më shumë se kaq, është dhe luftë e brendshme, interesash që thash ata që zotrojnë kanalet e trafiqeve nuk e mirë presin në ndërtohet Shqipëri këtë port sigurie të lartë. Se një port sigurie i lartë, si ai. Pra është krimi organizuar që ka bërë presion, si Ja, ato që mirë, zotrojnë dakord. kanalet e trafiqeve, si ta kuptoj. O zonjë. Atëre, pyetja nuk ishte mbaruar, kisha dhe pjesën Nuk tjetër. A ishte mund të mbaruar. shpjegoni publikut se çfarë do ndodh me që ky është një projekt i Jo, rëndësisë do t'ja shpjegoj kombëtare? kur t'jemi gati. Dhe jemi gati shumë shpejt, thash, ne po e përgatisin hapin tjetër, po tani nuk mund të shpjegoj diçka që s'është gati, sepse duhet bëhemi gati dhe pastaj duhet themi, kjo është rruga që do ndërtohet porti i ri dhe pastaj ato rrugë nuk e ndalë dot askush. A mund të bëj dhe një pyetje tjetër? Po, patjetër. Me që ishim të deklaratat e ambasadave, si u lexuan, në fakt aty ka një fjali që nuk kërkohet që të mos pengohet puna e SPAK-ut dhe në raportin e fundit që ka dorëzuar SPAK në Kuvendin e Shqipërisë për punën e strukturës gjatë 2025-s, ka një fjali ku thuhet që shprehet shqetësimi i SPAK-ut për ndryshimet e mundshme ligjore që mund të kufizojnë punën e kësaj strukture. A do vijojë mazhoranca me ndryshimet ligjore që keni propozuar, që jeni dhe ju firmëtar, dhe ndoshta edhe ndryshimet të reja që mund të konsiderohen si pengesë dhe kufizimi i punës së organeve të drejtësisë? Nuk kam lexuar këtë raport dhe nuk mund të komentoj diçka që s'e kam lexuar vetë, por në mirëbesimin tuaj që më dhat një ndjesi të tonit të një fjalie, mendoj që nuk është puna e SPAK-ut të i thot Parlamentit Shqipërisë çfarë do të bëj Parlamentit Shqipërisë. SPAK-ut të shofi punën e vet, ne do shohim punën tonë, ju do shikoni tuajën dhe të gjithë bashkë do bëjmë më të mirën që punët tona të bëhen sa më mirë dhe sa më mirë të bëhen punët tona, aq më mirë do të bëhet edhe Shqipëria. Dhe detyra ime është të mos ndërhyj në punën tuaj, detyra juaj është më lini të flas kur më pyesni. Detyra e SPAK-ut është të luftoj korrupsionin, të luftoj krimin organizuar, e ka të gjithë mbështetjen tonë. Detyra jonë pastaj është që të bëjmë detyrën tonë kur vjen puna tek parlamenti, i cili është sovran dhe nuk varet as nga SPAK-u dhe as nga ambasadat dhe nga askush tjetër. Kështu që këto janë gjëra shumë të qarta, nuk kam asnjë problem unë me këto, ndërkohë që ndryshimi për të cilin ju flisni, nuk besoj se ka të bëjë me raportin e SPAK-ut, nuk më ha mendja që ka të bëjë me raportin, sepse raporti është normalisht një raport pune për një periudhë gjatë kohë, nuk besoj se është raport i lidhur me javën e fundit. Ai është një ndryshim i domosdoshëm që do bëhet, siç e kemi thënë, dhe është në proces dhe do votohet, nuk diskutohet fare. Nuk ka shans që të ndodhi më në Shqipëri që të çohet një prokuror me gjykatës pezullojnë në funksionet vitale të qeverisë apo të institucioneve tjera të cilat nuk mund ta delegojnë dot